Loja ka quajtur kryetarit për ndjekurve politik Besim Ndrexhoni kandidat për avokat të ri të popullit, që është në zgjedhjes së avokatit të popullit. Ndrexhoni thekson se dy partitë politike, PS dhe PD, e kanë para përcaktuar përmes një marrëveshje emrin e avokatit të popullit. Nga informacionet që kemi ne, shoqëria civile që më ka propozuar mu, del që e kanë përcaktu. Partia Demokratike ka drejt të shojë vetëm një kandidat se kaq vota ka. Mazhoranca dhe Partia Demokratike po bëjnë një lojë. Duan të pranojnë që 6 kandidaturat që kanë dhënë firma deputet të PD-s pa pikë përgjegjësi dhe duan me çdo kusht ta kalojnë heshtje dhe të kalojnë 6 kandidaturat për votim në parlament. Kjo është turp, kjo është shkelje ligji. S'ka turp më të madh parlamenti në korrik të 2025-s më ka hek të drejtën për të votuar si kandidat për avokat populli. Duhet të sqaroj dhe opinionin publik. I plotësoj gjithë kriteret dhe nuk shkeli asnjë ligj. Avokati i popullit ka statusin e presidentit Republikës dhe nuk ka statusin e gjykatës lartë, siç pretendojnë dhe e përmendin në nxa ku në vendimin kushtetues avokati i popullit nuk i përcaktohet mosha. Kryetarit për ndjekurve politik ka një thirrje edhe për kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berisha. I bëj një thirrje doktor Berishës. Sot është dita të tregojsh veten. Je me antikomunizmin apo je me komunizmin dhe bën propagandë antikomuniste. Tani është koha të tregojsh veten. Sot në parlament, Partia Demokratike të tregoj, o është me antikomunizmin dhe do të çojë avokat populli një antikomunist, o është me komunizmin dhe të vazhdoj lojën e Kim Filbit. Ndërkohë, sot kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulci Manja ka deklaruar se janë 6 emra mes të cilëve do zgjidhet avokati i popullit. Sipas tij, kriteret i kanë plotësuar vetëm Adriana Kalaja, Endri Shabani, Aranita Brahaj, Skënder Haluci, Tartar Bazaj dhe Besim Ndrexhoni.